أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet lavdrimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, salatë dhe selamet, përshëndetje, duat, lutjet tona më të mira janë për më të mirën e gjithë pejgamberëve, Muhammedit birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë pasues sunetit pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot inshallah në takimin tonë të radhës ku jemi duke fol në lidhje me dashurinë ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku herën e kaluar folëm për dashurinë që duhet ta shprehim ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, dhe dashurinë që i kishin sahabët, shokët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Sot do të flasë për pasimin, obligimin e pasimit sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk mjafton që veç me fjalë të shprehim dashurinë ndaj dikujt, por dashuria që i kemi ndaj dikujt duhet të manifestohet edhe me vepër, jo veç me fjalë të kota dhe të thata. Mundosh me thonë, e du Zotin, e ti nuk i respekton ligjet e tija. Dhe fshihesh pas mashtrimit që të bën dhe të syt iblisi, shejtani mallkum, se ti e ki zemrën e pastër dhe kjo është e mjaftuar për ty, se ti e ki mendimin e pastër për Zotin. Përkundrazi, dashurinë ndaj Zotit ton e shprehim duke respektuar urdhnat e Zotit ton. Duke respektuar dresat dhe ndalu prej ndalesave të cilat ne i kanë ndaluar. Sa ai është krijuesi ynë, ai din që është e dobishme dhe e dëmshme për ne. Andaj dashurinë ndaj Allahut e shprehim praktikisht, jo vetëm me fjalë, por me vepër. Njëjtë është edhe për Muhamedit alayhi sallam. Dashurinë ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam jemi të obliguar me manifestu edhe me gojë, po edhe me pasimin e sunetit të tij. Çdo vepër që e bëjmë, me shequ, a është prej mësimeve profetike. A është që ma ka mësu Muhammedi alayhi salatu wassalam. Apo është, tash e tha, jo thuj që ka të herë la ilaha illallah, jo thuj që ka të subhanallah, jo, kur e she, ku ka burimin, a i ka tha Muhammedi alayhi sallam, a ka burim në libër të Zotit, a është fjallë e Zotit? Jo. Fjallë e pejgamberit sallam? Jo. Nga nxorë. Andaj, dashuria ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam është qëndrim imanor, qëndrim horror, tregon imanin ton, por në përputhje me pasimin e sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në atë formë tregojmë se e vërtet e dojmë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Se jemi të obliguar fundin nga Zoti ynë me pasu Muhammedin alayhi salatu wassalam, sikur që tha Allahu Teala në surat Al Imran ajeti 31. Nëse e doni, thuaj nëse e doni Allahun, atëherë e jani pas meje që Allahu t'ju doj, ju falem katët e juja, se Allahu është që falë shumë dhe mëshiron shumë. Nëse vërtet e doni Allahun, e pason e Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Jo i sharet. Nëse e don dikant, e pason mësimet e atij personit. Urnat, fjalët e atij personit. Nëse gruaja do burrin, janë ngon fjalët e burrit. Burri e don gruan, e respekton dhe nderon dhe i përcjell fjalët e mëshme të gruas. Nëse fëmiu e don prindin, e respekton dhe i zbaton kërkesat e prindrit. Kjo dashni. Edhe masën e njerëz thënë valla është e vladi hajrit, që ky i ndëgjon prindët e vet, kur si o prish prindët e vet. Nëse në këtë formë shohim një vlad, një fëmijë që është i respektueshëm ndaj prindrit, e admirojmë dhe respektojmë dhe e dojmë edhe ne, se pe respekton prindrit. Kështu është edhe dashuria ndaj Zotit dhe pejgamberit të Zotit alayhi salatu wassalam. Kur e shohim se dikush po e ngon Allahun dhe po e dëgjon pejgamberin alayhi salatu wassalam, kemi respekt dhe dashni ndaj personit në fjalë. Thot Allahu Teala në gjuhën e Ibrahimit alayhi salam, që ju ka thonë ndjekësve të tij, e kush më ndjek mu, ai është i imi, është në fenë time. Surat Ibrahim ajeti 36. Pastaj ne Ibrahimi alayhi salam, surë tjetër Allahu Teala na tregon surat Al Imran ajeti 68, na tregon për Ibrahimin alayhi salam që ju ka thonë,
pasuesve dhe njerëzve, njerëzit më me merit për të thirrur në Ibrahimin ishin ata që ndoqën atë. Allah po thotë, kush është më meritor me thonë neve jemi në fenë e Ibrahimit alayhis salam, ata të cilët e pasuan besimin që kishte Ibrahimi alayhis salam. E sot neve kemi pejgamberin tonë, Muhammedin alayhis salam, s'kemi nevojë me pasu as Ibrahimin alayhis salam, as Nuhin alayhis salam, as Isën, as Musën, as çdo pejgamber tjetër përveç Muhammedit alayhis salam. Pejgamberi ynë është Muhamedi alayhis salam. Ne jemi të obliguar me pasu me ajetet e Kuranit dhe me hadithet e pejgamberit alayhis salam vetëm Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe me zbatu sunnetin e pejgamberit alayhis salam. Sunnet kur themi janë fjalët e Muhamedit alayhis salam, veprat që i ka vepruar Muhamedi alayhis salam, urdhrat dhe ndalesat që i ka urdhëruar dhe i ka ndaluar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pëlqimet e tij dhe lëshimet e tij. Nëse e ka bën Isa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shembull, është ul me hangër ushqim, ka thënë bismillah, s'ka thënë bismillahirrahmanirrahim. Dhe neve kur ulemi me hangër, duhet me përmend emrin e Allahut, me thënë emrin të Zotit, po haj këtë ushqim, bismillah me thënë. Kur lexojmë Kur'an themi bismillahirrahmanirrahim, në emrin të Allahut, gjithë mëshiruesit, shirplotit. Kur jemi tek ushqimi, themi vetëm bismillah. Pse? Ka që ka thonë Muhamedi alayhis salam? Mëse shtoti Ar-Rahmanir-Rahim, e çka ka të keqe me thonë Ar-Rahmanir-Rahim? S'ka të keqe, po jemi të pasu sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Jemi të obliguar me pasu. Dhe është urdhën për Allahu Teala që me pasu pejgamberin alayhi salatu wasalam. Se thot Allahu Teala në surat Hashar ajeti 7, وما atakum ar-rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Çfarë do që t'ju jepë pejgamberit, t'ju urdhnoje, të mësoje pejgamberin se merreni, çka do që t'ju ndaloje, përmbahuni. Mos e shkelni ndalesat që u ka ndaluar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha, kush i bindet pejgamberit, ai është bind Allahut. Surat Nisa ajeti 80. Surat Nur ajeti 63 thot Allahu Teala, prandaj le të ruhen ata që e kundërshtojnë rrugën e tij, se ata do t'i zeje ndonjë telashe ose do t'i godas do i dënim i idht. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Shumë me pas kujdes që mos po shkeli ndaj urdhën, ndaj mësim profetik Muhamedit alayhi salatu selam. Asane, Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar ta pasojmë sunetin e tij dhe të kapemi në udhëzimin e tij. Që të punojmë deri në fund të jetës tonë me sunet Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alayhi salatu wasalam i kishte këshillu sahabët një ditë, një këshill, një nasihat të fuqishëm, sahabët menduan se është fjalimi i fundit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thanë ja Rasulullah, na duket sikur fjalim lam të mirës, a mundesh më na porosit me ndonjë sen, ndonjë gjë? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, usikum bi taqwallah, ju porosis që të keni frikë dhe të jeni devotshëm ndaj Allahut Teala. Dhe dëgjoni dhe respektoni edhe nëse bëhet udhëheci ju ndaj rob, sepse ai që do të jetojë për juve do të shehë kundërshtime të shumta, me po përçame të shumta në umetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Andaj ju porosis të përmbaheni dhe të pasoni sunetin tim dhe sunetin e 4 khalifeve e khulefai rashidinve. Ta pejgamberi alayhis salam, aleikum bi sunnati wa sunnat al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Unani përmbaheni sunetin tim dhe sunetit të khulefai ar-rashidinve që kanë qenë Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali radiallahu anhum jami'an. Se ka thonë Muhamedi alayhis salam, pas meje kanë me qenë 30 vite të khilafetit, të sundimit, të njerëzve që kanë me pasu sunetin tim. Dhe ka thonë dietarët, khilafeti, koha kur kanë qenë sundimtarët muslimanëve Abu Bakri, Omeri, Uthmani dhe Ali radiallahu anhum, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë, dhe ja kanë bashkangjitur edhe 6 muaj të sundimit Hasanit, djalit Aliut radiallahu anhuma, që bashkë me sundimin 6 muajor të tij kanë bërë 30 vjet të sundimit. Këta janë ata 4 kalifet dhe bashkë me Hasanin 6 muaj që është tërheq prej drejtës tij për me qenë kalife për mu bashku, mu unifiku fjale muslimanëve dhe mos me pas përçamje.
Me këta ka përfundu periudha e Khulefai Rashidin, kalifeve të drejt, që vepra e tyre nëse është pasu prej sahabëve, prej pranishmeve të sahabëve, është bërë sunnet në umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kapën e për sunnet, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, addu alejha bin nawajidh, kapën me dhëmballat e juja. Sikur kur kapësh me dhëm, dhe me t'i kput durt, me dhëm munohesh mos me lshu diçka, ashtu kapën me sunnetin e pejgamberit. Edhe nëse ju fyjnë, edhe ju shajnë, mos u ndani prej sunnetit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Të ne për shembull e ki për një vend të punës, se të vjen institucioni të fetarë dhe të thotë, ja, s'po i bën këto bidatë ti 7-14 s'po bën, apo në varreza çto si jeto i lexua, apo si jeto i bë tallkine, ty qes prej punës edhe njëri tamam. I bëj bidatë veç mos më qit prej punës. Çka që me të burnia janë, apo ka që është sinceriteti ynë në pasimin e Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Addu alejha bin nawajid, kapën me dhëmballat e ju, mos e lshoni sunetin. Qëra ka bazën sunnet, si mos të ka larg qëndroj asaj. Se tha pejgamberi sa më rujeni prej risive në fe, prej bidateve. Kulle bid'atin dalale, se çdo bidat është dalalet, është humbje. Dhe wa kulle dalaletin finnar, dhe çdo humbje, çdo devijim, përfundimin e ka në zjarr të xhenemit. Hadithin që citova është Abu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Majah, Imam Ahmedi, dhe ka përmendur Sheikh Albani sa i tergjibe të rib me numër ndor, numër 37. Andaj janë porosit pejgamberit alayhi salatu wassalam, që mu kap me pasu sunetin Resulullah sallallahu alaihi wasallam. As mos e tepro, e as mos ne neglizho. Qëndro fuqishëm pasimin e fjalës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Erdhën një ditë të Resulullah sallallahu alaihi wasallam shtëpit pejgamberit alayhi salam, me pyet Aishën, tre burra, se si është jeta e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Çfarë bën, si adhuron Allahun për me marrë shëmbëltyr. Dhe kur e dëgjuan për Aishës radhiyallahu anha, disa gjëra për pejgamberin sallam, ju duk vetja se s'janë të bon asgjë në fe të Zotit, dhe njëri u ngrit për ta, për tyne edhe tha, unë do të falem tën natën. Kur s'ko me flajt? Tën natë ko me bëj ibadet. Tjetri tha, unë kur mos ko me hangër gjatë ditës. Do të agjeroj, ose çka shpesh pa agjeroj ka pejgamberi sa, unë kur më nuk haj ditë. Veç do të rri agjerush. Tjetri tha, masi katë shumë ka adhuru Muhamedi alayhi salatu wasalam, unë më nuk kom afru grus time. S'kom u martu. Atëherë Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur i dëgjoi se ishin ardhur disa njerëz dhe kishin folë këto fjalë që kishin tepru, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a ju e keni thonë kështu e kështu? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, vallahi, unë jam tha që kom frikë Allahun më shumë se sa ju. Jam më i devotshëm se ju për ta. Mirë po, unë agjeroj edhe haj. Ka ditë që agjeroj, ka ditë që nuk agjeroj, ushqejem. Unë falem namaz natës, po dhe flej, të natën nuk e kaloj unë në ibadet, edhe namaz natës. Mirë po unë edhe martohem, nuk jem asket, nuk rrim murg, me thonë unë mos ku mu martu, kur? Andaj, kush men aradan sunneti fe lejse minni, kush të largohet prej sunnetit tim, aj nuk është prej meje, tha Resulullah s.a.s. Hadithën e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Mos e te pra në çështjet e fesë. Me thonë, ja, ma une mas sollin mos e shtin goj këta ne. Une kom e bo këtë, jo. Vetëm paso sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha Abdullah ibn Mesudi, mas miri kemi mi pa gjeneratat e para se si e kanë zbatu sunetin e pejgamberit alayhis salam. Abdullah ibn Mesudi thoshte, ittabi'u wala tabtadi'u. Pasoni e mos shpikni, mos bëni bidate, sepse ju mjafton juve pasimi sunet. S'ki nevojë ti me ardhë dhe me bë diçka që se ka bë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Ty të mjafton veç me pasu çka ka bë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka urdhëruar Allah mi fal 5 vakte, ka mësuar Muhamedi azam që mi fal, s'ki nevojë me thonë ja unë kam mi fal 10 ditë kam mi fal. Mjafton. Tjera çka i bën me vullnetar është tjetër sen. Por mos shtin fejt Zotit ajo që s'është prej fejs. Po ashtu tha
Ibn Mesudi, Abdullah ibn Mesudi, ky sahabi i ndershëm i pejgamberit alayhis salatu wassalam, kush synon me ndjek do i sunet tradit, dhe ndjek rrugën e atij që ka vdek. Nëse do ndikon me pasu, qëre pasu dikon që është vdek para neve, ai ka pasu Muhamedit alayhis salatu wassalam. Mos merrni shumë për gjallëve, tha Abdullah ibn Mesudi, se tek i gjallin nuk kemi siguri se nuk sprovohet. E po shumë njerëz dukon gjallë, i kanë dollafe të mëdha të mira, po me kalimin e kohës, lakmia, epshi, friga, për këtë apo atë arsye, devijon dhe largohet prej sunetit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe fillon me dhon fetva që fare s'kan bazë në libër të Zotit edhe në sunet pasët Muhamedit alayhi salatu wasalam. Që për këtë apo atë arsye, qoftë për shkak lakmis, për pozit, për pare, apo për shkak frigës, ai fillon me dhon fetva që s'kan bazë në fetë të Zotit, edhe devijon edhe ti pse e pason deri në fund. Merr, por më sigurt e ke, ka thonë Abdullah ibn Mesudi, me marë për atyne që dihet se si kanë dek, edhe përpjekjet e tyne që i kanë pas me erujt fjalën Allahut dhe sunetin e pasat Muhamedit alayhis salatu wassalam deri në fund të jetës së tyne. Prandaj tha, sahabët e Muhamedit alayhis salam kanë qenë më të mirët të këtij umetit, me zemra më të pastra, me dituri më të thellë dhe me pasimin më të fuqishëm që i kanë bërë sunetit pejgamberit alayhis salam. Allahu do t'i ka zgjedh ata për me shoqëru Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe për me ngrit fenë e Allahut. Andaj dijoni vlerën tyne sahabëve, ecni gjurmëve tyne, kaponi sa të mundeni pas moralit dhe biografisë tyne, sepse ata kanë qenë rrugë të drejtë. Këto janë fjalë të Abdullah ibn Mesudit. Fjalë të vërteta, sikur që i ka treguar Ibn Abdul Barr në Jami' Bayan Ilm wa Fadli ose Abu Nuaim, edhe në përmbledhje të ndryshme të fjalëve të dietarëve të parë. Se do me pasu shiqobe vllot e sahabët, si jeti më i mirë se sahabët e pejgamberit sa unë du me bë 7-40. Po shiqo çta që kanë shoqëruar Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ai kanë bë 7-40 për dekurit e tyre. Ai kanë bë këta pejgamberit alayhis salatu wasallam ato gjana. A kanë shkuar në varreza me knu? S'kan knu Kur'an në varreza. Këta janë koncentrata më e mirë dalë me sipërfaqe të tokës, që Allah i ka zgjedhur për me shoqënu njërin më të zgjedhur që dalë sipërfaqe të tokës. Ata nëse se kanë bë, mos e bën edhe ti, po paso sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sufjani Thauri, që ishte prej dietarëve të mëdhej tabiinëve, gjenerata e parë mas sahabëve, shokët e pejgamberit alayhis salam, thoshte silluni mirë me pasu sunetit, sepse ata janë ghuraba. Janë sikur të huaj mesin e shumicës e njerëzve. Në kur qeni dikon që në dukje është e pasu sunetin e pejgamberit sallam, fjalë, në vepër, çdo sa po mënohet, në herë njëri kur mënohet me pasu sunetin e pejgamberit sallam, fjalë për fjalë, edhe në dukje edhe në vepër, nëse mund të qeni çuditshëm te njerëzit. Edhe thonë që ka lujt pak. E ke pa me një herë të thënë, vëlla, ky e ka shtrëngu shumë. Po ndhime që zhvishet, që i ka shkurtu teshat e vete, që ka lshu mjekrën e vet. Në të femnën që ka lshu shamin, mantillin e gjanë, për tokë e pjecë. Kanë lujt ta ka pak. Zari ka pagu dikush, ku me di që shopuna e këtyne. Përkundrazi me këta ka thonë dietarët, silluni mirë, se janë të mënu me spatu, dhe me pasu sunetin e pasit Muhamedit alayhis salam, e këta në garibane janë, si të huaj mesin e njerëzve. Ani na mos sot në këtë zaman që është përhap e keqe, mos vetë si është përhap, e pani pasu sunetit, është edhe me gisht bëjnë masati se nuk është në rregull me personin në fjalë, edhe mund me etiketu se edhe mentalisht nuk qëndron mirë ky person. Po ashtu Sufjani Thauri thot, kur të arrijnë nga ndonjë, nëse thot i thot njanit, nëse keni që dikush o ardh prej lindjes, edhe shihet që o pasu si sunetit, hani selam atij. Nëse keni që dikush është ardh prej perëndimit, u kanë qenë muslimant në atë kohë, edhe e shet që është pasu si sunetit, hani edhe atij selam, se janë pasus të sunetit dhe xhamatit të muslimanëve të parë. Sa e ka thonë këtë lafë vaktin e tij, na që ka me thonë o Vllazën sa jem të pak pasus e sunetit. Mesin e atyne që mbajnë shall dhe predikojnë për fetë Zotit, xhamiat e Zotit. I kemi me qinda xhamia, sa të pak të ishe që me të vërtet janë njerëz që e pasojnë sunetin e pejgamberit sa, dhe këtë po e them me keqardhje. Andaj kemi gjendje si e kemi sot në umetin
e Muhamedit alayhi salatu selam. Andaj Sheikh Albani rahimahullah kishte një laf të mirë, sikur që transmetojnë edhe talibet nxënësit e dijes që kanë qenë vazhdimisht me shehun. Thoshte shpeshherës Sheikh Albani, alhamdulillah ala ni'matil islami wa ni'matis sunnah. Falënderimi takon Allahut për begatin që Allah na ka dhënë këtë fe edhe këtë sunnet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se sunneti, se islami dhe sunneti janë bereqet, janë begati e madhe për ne. Apo prej lafëve të fundit që kanë dëgju Sheikh Albanin, ku qenë gjallë, ju e dini Sheikh Albani ka qenë kolosi madh, predikusi madh i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka marrë përsipër pastrimin e haditheve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, tër jetën ja ka kushtuar sunetit pejgamberit alaihi salam, shiqimit haditheve, pastrimit haditheve të rrejshme, apokrife, të shpifura, të dobta, është mënu me mbrojt sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, fjalët dhe veprat e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Sheikhi thoshte u porosisti për mbahën e diturisë dobishme dhe veprave të mira. Dituria e dobishme është çfarë ka thënë Allahu, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi. Ç'kjo ka thënë është dituri e dobishme. Dhe kështu është. Se dëgjon dikon të thonë qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot Allah, thot pejgamberi alaihi salam, di se ç'kjo është dia e dobishme. Nuk të filozofon ky person, di se ky është të thonë di të dobishme. Po ashtu nëse të thot ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, kanë thonë sahabët, kjo ka thonë është vepra e mirë. Vepra e mirë e pranuar te Allahu është ajo, thot Sheikh Albani, që është bërë për hir të Zotit dhe është në përputhshmëri me fjalët e Zotit dhe sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se e shohësh kët, atëre dije se inshallah kjo është dije e dobishme dhe paso dikon që të flet ty çfarë ka thënë Allahu dhe çfarë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Se pejgamberi alayhis salam ka udhëzu njerëzit në punë të hajrit, sikur që thot Allahu Teala në sura Shura ajeti 52, dhe ti udhëzon o Muhammed në rrugë të drejtë. Me të vërtetë ti i fton ata në rrugë të drejtë, surat Mu'minun ajeti 73. Nëse i bindeni atij, atëherë e keni gjetë vërtetën. I dërguari ka obligim vetëm transmetimin e qartë, bela, komunikimin, me përcjell fjalën e Allahut, surat Nur ajeti 54. Mos gabo me kundërshtuni sunet Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kush kundërshton Allahun dhe dërgumin e tij, thot Allahu Teala në surat Azab ajeti 36, kush kundërshton Allahun dhe dërgumin e tij, ai është shumë larg së vërtetës. Atë thoshte Abdullah ibn Mesudi, sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky sahabi i ndershëm, ky shok i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, nëse e lini sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, keni me deviju. Mos gabo me lën sunetin. Për hatër të fjalëve, për hatër të pozitës, epshit tanë, për hatër mos bin konfrontim me njerëz. Që po thoni ju xhamat, ani be xhamat, ani e bëjmë, masi ju po thoni, e festojmë edhe natën e Isras Mirajit, edhe natën e Regaibit, edhe natën e Beratit, e bëjmë edhe 7-ën, edhe 40-ën, edhe Mevlidin, çka thoni ju na bëjmë. Mos gaboni, miu largu sunetit, thoshte ky sahabi i ndershëm, se devijoni. Kush respekton Allahun dhe pejgamberin alayhis salam, thot Allahu ai ka arrit sukses të madh, sot Azab ajeti 7. Sa Resulullah sallallahu alaihi wasallam na porosiste dhe na mësonte që të pasonim rrugën e tij, hadithin Buhari dhe Muslim, thoshte Resulullah sallallahu alaihi wasallam, shembulli im dhe shembulli i asaj me të cilën ka dërguar Allahu është si shembulli i njerit i cili ka shkuar te një popull dhe ju ka thonë, o popull im, unë e kom pa ushtrin me sytë e mi dhe unë jam paralajmërues besnik, andaj kërkoni shpëtim. Një grup nga populli i tij e kanë dëgjuar dhe më njëherë janë janë largu pra atij vendit dhe kanë shpëtu. Grupi tjetër i njerëzve e kanë përgënjeshtruar dhe kanë mbetën në vendin e tyre dhe aty në ushtria ka ardhur dhe i ka sulmu dhe i ka shkatruar dhe i ka çrrënjos. Kështu është shembulli i atij që mbindet dhe pason me shembullin e atij që kundërshton dhe e përgënjeshton atë me cilën kam ardhur nga e vërtetë. Se do më koni shpëtuar, paso sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ki kollaj me dalë të Allahu Teala me thonë, o Zot, e kom pasu atë që e ke qu, e ke dërgu, si mësues të fesë tonë.
Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe tha Rasulullah sallallahu i gjithë ummeti im kanë me hyrë në xhennet përveç atij që refuzon. Than kush refuzon ja Rasulullah? Tha kush mbindet hyn në xhennet, kush më kundërshton ai ka refuzu. Ju kam lënë rrugë si në të bardhë, në rrugën e bardhë. S'kam lënë kur gjë dyshim. Ert punata e saj si dita e saj që mos me deviju pas meje, nëse i pasoni sunetin, nuk devijoni, devijon pas meje veç ndoni i shkatru. Imam Zuhri thoshte të kapurit pas sunetit është shpëtim. Imam Maliku, rahimahullah, imam i madhi me zebit Maliki që ka jetu në Medine, sikur që e transmeton e Khatibi në tarihun e tij, thoshte suneti ose Kurania e Nuhit alayhis salam, kur u bë përmbytje e madhe, vetëm kush ishte në anijen e Nuhit shpëtuan. Jep shembull të kush kapet sunet të pejgamberit sa më si Kurania e Nuhit. Kush hyp në të ka shpëtu, kush mbetet pa hyp në të është shkatru. Abu Bakr radiallahu anhu thoshte nuk lë gjë për asaj që ka bë pejgamberi alayhis salam përveç se e kam bë, sepse un kam frikë se nëse lën ndonjë gjë nga urdhni i tij mund të devijoj. Se i la sunetet që i ka bë pejgamberi sa mundesh me deviju. Qoftë edhe sunetit të thjeshta të namazit, veç fazën e fal his sunete, ka mundsi me deviju njëri. Me pas shumë kujdes. Dhe munohesh me sahabët me pasu Resulullah sallallahu alaihi wasallam fjalët e tija edhe në veprat e tija. Që Omer radiallahu anhu thoshte, unë e di kur shkonte në Qabe te guri i zi, e këshyrin i dit Haxherul Asvedin gurin e zi aty te Qabe dhe i tha, unë e di që je veç një gur i thjesht, nuk bën dëm, as dobi. Mos me pas pa pejgamberin alayhis salam që të ka puth, kur nuk do të kisha puth. Dhe e puth të veç pse e ka pa pejgamberin alayhis salatu wassalam që e ka puth. Atane, ky kallzon të akide, besim, mos prit se të nimën diçka. Ndihmesa vjen për Allahut Taala. Mama si pejgamberi sa me ka puth këtë që ishte me preardhë qiellore, për xhenetin, kot Ibrahimit alayhis salam. Jibril alayhis salam ja kishte pru Ibrahimit alayhis salam për më kanë si pik nisje për tavaf, kur e ngriti muret e Qabës bashkë me djalin e vet Ismailin alayhis salam. Imam sa me puthi atë objekt, e puthi edhe Omer radiallahu anhu. Për me pasu sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Shani Salim ibn Abdullah ibn Omer thot e dëgjova pejgamberin alayhis salam që kishte thonë mos u ndaloni grave tuaja e xhamit kur ato kërkojnë leje me shku atje. Bilali, djali vet ibn Abdullah thot pasha Allahun do t'i ndaloj. Muhamedi sa më ka thonë nëse gratë ju e lypin me shku në xhami me ngu ndaj ders me fal ndaj namaz mos i ndaloni, lëni në çka. Edhe pse preferenca është mu fal në shtëpi. Nëse ka ndaj tubim, ndaj ligjërat ndaj sa ne do të më shku në xhami, do të më shku, mos i ndaloni. Po mo ky djali i tha, jo vallahi tha kom i ndalu. Edhe pse pi thot ai ka thënë pejgamberi, ky i tha unë kom i ndalu. Atë Abdullah ibn Omer kthehet ka ai dhe e çorton keq. Kur thot se kom ni me çortu aq keq dikon sikur që e çortoi djalin. Unë po të them, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam ti po më thu, vallahi unë kom i ndalua. S'kam të fol, tha mas sodit kaq ko. E një numër e sahabët me vlat të tyne, me dashnit të tyne nëse ata e kanë kundërshtu sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Nuk kanë qyrë kush e ka thonë lafin para pejgamberit. Nëse e ka thonë pejgamberit sa me kanë thonë për parësi fjalës së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam para fjalës tjera. Shah Abdullah ibn Abbas për shembull ardh për një meselë dhe ka thonë fetva për atë se haç tamattu, haç me kurban është më i mirë se sa haç ifrat, që e ka bën Muhamedi alayhis salam, po ka thonë nëse e bëj vitin e ardhshëm komo bëj haç tamattu, në cilën ka edhe kurban edhe ka umre. I than po ama Abu Bekri dhe Omeri po thënë ndryshe prej teje, sikur te ne na herë do mi kallzu diku një hadith, po ama mulla filon edhe mulla Fosteki s'ka thonë, sikur te që është tonë. Diti pse po thu, pse ata se kanë dita veç ti pe din. Unë nervozu Abdullah ibn Abbasi, djali i Axhës pejgamberit alayhis salam tha, po tutëm që keni mos shkatru. Unë pjo tham juve, ka thonë pejgamberi alayhis salam, e ju po më thoni mua, ka thonë Abu Bekri dhe ka thonë Omer. S'muni ju me qit, sikur deshni më thonë, s'mund më kon fjala e Abu Bekrit Omerit apo dikujt tjetër më e madhe, edhe më e rëndësishme se e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa Allah na ka dërguar shembull ty të pasimit, Muhammedin alayhis salatu wasalam.
Ata mundet ndoshta se kanë dëgjuar pejgamberin e sam që e ka thonë një fjalë ti. Unë e kom thonë, mos më thonë Abu Bekri dhe Omeri kanë pas më mirë se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. I sot i thu, ka thonë bejëm sa për mi e kanë kështu, ka thonë, mu vesh kështu e, mi shkurtu pantollat kështu, a i vjen të i thot, po hoxha ma, filani s'pe bëne, ti pse pe thu kështu, a i s'pe thot. Fjala askuj nuk është më e madhe se fjala e pejgamberit e sam. Abdullah ibn Mughaffal, dhe përdu me e përfundu, e ka pa njënin të gjujt me gur. E ka thonë mos gjuj me gur, me guralec, kështu me majt gishtin, me marrë dhe me gjujt dikën. Thot se pejgamberi alayhis salam më kom të gjuhë të thonë që e ka ndalu këtë punë dhe ka thonë, nëse gjuni guraleca me këtë nuk mundi me gjujt as një shtaz apo shpez, po as se dë bën armikun, por e thënë dhamin e dikuj se qëran synin e dikuj. Se bën, se është ndaluar në islam me gjujt me gur. Dikën. Se armiku s'u në myt. Andaj ke pa edhe grupime subhanallahu të popujt e ne që vetë gjujnë gur. Është ndaluar me gjujtja me gur. Nuk ka zgjidhje. Armikun se myt, kafshën nuk mush me gjujt me ta, veç mush me sakatu dikon ose me qarru dikon, si avlen, i gjuj gur ata gjuj pluma, nuk ka zgjidhje kjo punë. Dhe ka ndaluar Muhamedi alayhis salam. Po pas një kohë pa përsëri do gjujt gur me gisht. U nervozu, tha unë po të them ka thon pejgamberi alayhis salam që e kanë ndalu me gjujt guraleca me majt gishtave, e ka urrejt këtë, e ti po vazhdon hala me gjujta. S'ka me të folë, tha, kaq e kaq. Ko? Hadithi transmeton Buhariu dhe Muslimi. Se e bani këtë punë, se po bën diçka që se ka po pejgamberi alayhis salatu wasalam. E kundërshton, ta ka ndalu ti apet po do me bë. Edhe Abdullah ibn Mesudi një ditë, edhe e pa njëri, jam sonte njënin, shahadetin, me thonë ashhadu an la ilaha illa Allah, ai e vazhdoi aty në. Dhe to jam mësu shahadetin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. To jam mësu të i thonë ashhadu an la ilaha illa Allah, ai ndërhyri dhe tha wahdahu la sharika la. Dëshmoi dhe deklaroi se s'ka zot që meriton mu adhuru me drejt veç Allahut deri këtu. Ai tha të vetmi që nuk ka rival, nuk ka shok. E shtoj këtë, shtojc. Abdullah ibn Mesudi, ky sahabi ndershëm i tha, ashtu është, po ne ndalemi aty ku jemi mësu për pejgamberin alayhis salam. Çto na ka mësu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që aty ndalemi Tabaraniun Mu'jamul Awsat, në numër dorë 2690 e ka përmend këtë fjalë të Ibn Mesudit. Kështu ka qenë pasimi sahabëve në sunetin e pejgamberit alayhis salam. Është e vërtetë që Zoti është i vetëm, s'ka rival, s'ka shok, më ndalemi aty ku nal pejgamberi alayhis salatu selam. Prandaj nderuam vllazën, pasojmë sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, mos i shtojmë fesë Allahut, sunetit pejgamberit alayhis salam, ndonjë send apo ta mungojmë prej asaj. Allahu ka plotësuar fenë vet dhe ne e jona është vetëm me e pasu fjalën e Allahut dhe sunetin e pasur Muhamedit alayhis salam. Allahu na bëft prej tillëve që dëgjojnë fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe e pasojnë atë. Allahu na mundsoft me jetu me sunet Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe me vdek në sunetin e tij deri në takimin tonë të radhës, mbeqen për kujdesin e Allahut dhe në pasimin e sunetit Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe takohemi dhe me mbeqi ju dhe familjet dashurit e juaj deri në takimin e radhës. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.